Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta që ka lënë mjekët gojë hapur, kjo është gjetja e mrekullisë që trajton diabetin. Diabeti do si rezultat i pamundësisë së pankreasit për të prodhuar insulin, ose kur trupi është duke luftuar me prodhimin natyral të këtij hormoni. Nëse nuk trajtohet, diabeti mundet të shkaktojë shumë probleme shëndetësore, duke përfshirë dëmtimin e shikimit, dobësinë e trupit, problemet nervore, probleme me veshkat dhe verbëri. Përballë shumë ilaçeve të shtrenjta, të cilat të gjenden në treg, ekziston edhe një zgjidhje efektive për të luftuar më së miri diabetin. Ajo gjendet edhe tek gjethet e mangos. Merrni 10 deri në 15 gjethe mango dhe lajni tërësisht, pastaj vlojini në ujë dhe i lini gjatë gjithë natës. Në mëngjes pini ilaçin me stomakun bosh dhe vazhdoni kurën për 2 deri në 3 muaj. Arsyeja pse gjethet e mangos janë kaq të efektshme është për shkak se ato janë të mbushura me vitamina, enzima, antioksidant, minerale të tjera relevante. Në këtë mënyrë ato janë efektive për shëndetjen e të gjithë trupit. Gjethet e mangos nuk janë efektive vetëm për diabetin, por edhe për të kuruar ethet, ftohjet dhe gjithashtu diarren, pagjumsinë, variqet, azmën dhe bronkitin. Gjethet e mangos përmirësojnë strukturën e gjakut dhe mbajnë shëndetin tuaj kardiovaskular nën kontroll. Kur dikush vuan nga diabeti organizmi i tij, ose nuk prodhon mjaftueshëm insulin, ose nuk mundet që ta përdorë atë ashtu siç duhet. Ky problem shkakton akumulimin e tepërt të glukozës në gjak dhe kjo gjë më pas pasohet me një sër simptomash siç janë ndrobitja fizike apo sëmundjet e zemrës. Sipas të dhënave, një nga mënyrat për të mbajtur nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak është pikërisht ushqyerja e shëndetshme. Ushqimet dhe pijet të cilat trupi i përthith ngadalë janë më të mirat sepse nuk shkaktojnë luhatje të forta të sheqerit në gjak. Nga ana tjetër, në këtë video ju do të mësoni më shumë për ushqimet të cilat rekomandohen për uljen e nivelit të sheqerit në gjak, dritrat e plota ose buka e elbit. Ndonse shumica e bukëve duhen shmangur, buka prej drithi dhe ajo prej drithit të plot janë të pasur me fibër e cila e ngadalson tretjen dhe stabilizon nivelin e sheqerit në gjak. Boronica, rrush dhe moll. Shumica e frutave kanë një nivel të ulët glicemie sepse ato përmbajnë më shumë ujë dhe fiber, por niveli i glicemisë mundet që të ndryshojë në varësi të pjekjes së frutave. Lëngjet e frutave për shembull kanë një nivel të lartë glicemie sepse shtrydhja largon fibrën dhe në lëng mbetet vetëm sheqeri. Studimet nga ana tjetër kanë konfirmuar se njerëzit të cilët konsumojnë më shumë boronica, rrushë dhe njëkohësisht moll kanë më pak mundësi që të preken nga diabeti i tipit 2. Patatet e ëmbla. Patatet e zakonshme kanë një nivel të lartë glicemie, ndërsa patatet e ëmbla kanë një nivel të ulët dhe për më tepër ato janë të pasura edhe me ushqyes. Kosi. Kosi është i vetmi produkt bulmeti i cili ulë rrezikun e shfaqjes së diabetit. Kosi i bërë në shtëpi ka një nivel të ulët të glicemie dhe mbi të gjitha është shumë i rëndësishëm. Tërshëra. Sipas të dhënave tërshëra ka një nivel të ulët glicemie dhe ka pak gjasa që të shkaktojë luhatje të nivelit të sheqerit në gjak. Tërshëra përmban edhe B-glukan. Kjo substancë përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës, ndihmon në mbajtjen nën kontroll të glicemisë dhe ul yndyrat në gjak. Megjithatë, diabetikët duhet të mos e teprojnë me tërshërën sepse ajo përmban edhe karbohidrate. Shumica e harrorëve.
Arrorët janë të pasur me fibër dhe kanë një nivel të ulët glicemie prej 9,55. Ato gjithashtu janë edhe të pasur me bazë bimore, proteina, acide yndyrore mono të pangopura, antioksidant, vitamina dhe minerale si magnezi dhe kaliumi. Arrorët duhen konsumuar pa e tepruar dhe në variantin e tyre të papërpunuar. Hudra gjithashtu ndihmon edhe në uljen e nivelit të sheqerit në gjak dhe gjithashtu ajo arrin që të përmirësojë ndjeshmërinë e saj ndaj insulinës. Hudra gjithashtu rekomandohet që të hahet e freskët sepse ushqyesit e saj janë më të dobishëm. Mirë po duhet të dini se peshqit gjithashtu janë një ndër produktet e duhura për sa i përket diabetit, pasi peshqit nuk kanë nivel glicemie dhe për më tepër ata janë të rritur në ujëra të ftohta si merluci, i cili është veçanërisht i rekomanduar për diabetikët dhe për personat të cilët janë të rrezikuar prej tij. Diabetikët zakonisht kanë kufizime të mëdha në ushqime dhe në mënyrën e jetesës. Shumë prej ushqimeve që mund të konsumoni në një ditë për diabetikët janë të ndaluara. Këtu futet sheqeri, buka, prodhimet e brumit, madje dhe disa fruta. Megjithatë, disa studime kanë treguar se po kthehen në një kur të vërtet karrotat për diabetin. Karrotat janë të njohura për vlerat e tyre në shëndet, duke filluar nga flokët dhe deri tek lëkura. Në lidhje me diabetin, ato përmbajnë beta-karoten, vitamina, antioksidant, fibra dhe një sër nutrientësh. Një karrot mesatare përmban vetëm 4 gram karbohidrate të tretshme dhe shumë pak sheqerna. Ekspertët gjithashtu thonë se vitamina B6 dhe B kanë një rol shumë të madh në fuqizimin e metabolizmit. Mungesa e kompleksit të vitaminave B në trup lidhet me shfaqjen e diabetit të tipit 2, ndërsa karrotat ndihmojnë trupin për të marrë një sër vitaminash nga ky grup. Megjithse kanë një shije të ëmbël, ju mundet që t'i konsumoni ato pa rrezik, edhe nëse vuani nga diabeti. Lëngu i karrotave do të përmbajë sheqerna dhe karbohidrate, por nuk do t'i ngrejë nivelet tuaja të diabetit. E rëndësishme është që të mos i shtoni sheqer teksa e konsumoni në mënyrë që të mos ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Gjithashtu, ekspertët rekomandojnë të mos e konsumoni këtë lëng çdo ditë pasi ka nivele të mëdha karotenoidësh të cilët mund të ndikojnë në pigmentin e lëkurës tuaj. Lëngun e karrotës ju mundet ta pini menjëherë siç është, ta shtoni tek sallata, ndërsa me mbetit nga shtrydhja mund t'i bëni kek. Të konsumosh pije të ëmbla kur jeni me diabet duket si diçka tepër e vështirë, por kjo që ne do t'ju sugjerojmë në këtë video është një pije tërësisht e sigurt. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 800 gram karrota dhe gjithashtu 200 gram mollë të kuqe, 200 gram mollë jeshile, 20 ml lëng limoni, 20 gram ginger. Përgatitja: prini këto të gjitha në copëza të vogla dhe shtrydheni, dhe më pas ruajeni të mbyllur në frigorifer ose mundet që ta konsumoni atë menjëherë. Ky lëng me bazë karrota dhe mollët për te i diabeti do t'ju ndihmojë që të aktivizoni sistemin tuaj tretës, rregulloni presionin e gjakut dhe ju forcon shikimin. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre produkteve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!